Po e nisim emisionin pikërisht me bisedën e rezervuar për këtë edicion, ku në një lidhje të drejt për drejt nga Venecia, na lajmërohet Hana Halilaj, kuratore e Galerisë Kombëtare të Kosovës, njëherësh komisionere e pavionit të Kosovës në Bienale, që si vjet përshënon edicionin e 61. Po ju uroj mirëseardhje Hanës, përshëndetje Hana. Përshëndetje, Dona, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që gjete kohë, se e di se keni shumë angazhime, po gjete kohë me u lidh kështu me emisionin tonë dhe me shpalos pak nga pavioni i Kosovës, nga hapja e tij që do të shënohet shumë shpejt pikërisht në një prej ngjarjeve më të rëndësishme të artit bashkëkohor. Fillimisht po duhet ndalim te kjo pjesa, Hana, si po shkon gjithçka, po besoj po shkojnë mbar përgatitjet. Kanë shku shumë mirë, kemi përfundu, i përgatitje kemi përfundu gjitha dhe jemi gati. Hapja e pavilionit për ata cilët kanë akreditime fillon edhe pak më herët se sa ato që nga data 6, 7 dhe 8. Gjithçka ka përfundu shumë mirë, kemi disa ditë që pjesa kryesore e instalacionit dhe instalimet e intervenimeve në hapësirë kanë përfunduar, kemi pasur edhe mjaftu shumë kohë për detaje të vogla, cilat po shpresoj që kemi më mujt me nda shumë shpejt me publikun edhe vizitorët nga gjithë bota, që tashme veç kanë fillu me ardhë në Venecia. Ka qenë një proces shumë i këndshëm, edhe me një ekip të jashtëzakonshëm, edhe kemi kalu shumë mirë, edhe jemi shumë të lumtur edhe si gjithë procesi ka shku. Po nëse mundesh Hana pak me na nda për emocionet e briljantit, artistit që e përfaqëson pikërisht Kosovën si vjet në Bienale, sepse për të është hera e parë që merr pjesë si artist i ri në një ngjarje kaq të madhe dhe kështu besoj që këto ditë ka pas goxha emocione. Emocione mendoj të veçanta, mendoj që për briljantin edhe për secilin artist që ka mundësinë për të prezantuar në Bienale është një eksperiencë e paharrueshme, mirë po është një eksperiencë mbi të gjitha të rritshëm edhe të mësonshëm. Mundësia për me punu në një shkallë të tillë të nivelit të punës apo edhe të profesionistëve me cilët ke mundësi të bashkëpunosh është një përvojë nga cila secili prej nesh mësojmë, jo vetëm briljanti. Briljanti është jashtëzakonisht i emocionuar, mirë po edhe i nderuar me mundësinë e cila ajo është ofruar, edhe të njëjtën kohë edhe ne si ekip jemi shumë të lumtur për gjithë mundin edhe punën cilën e ka bë. Jemi shumë krenar me veprat cilët i ka realizuar. Mendoj që dëshira, mirë po edhe motive për të qenë pjesë e një projekti, mirë po edhe për cilë praktiken edhe tematikat cilat puna e tij trajton, siç është në rastin e pavilionit nocioni i pritjes, edhe me ndarë në një kontekst dhe një platformë ndërkombëtare me vizibilitet kaq të madhe si Bienalja e Venecias, është nder dhe kënaqësi jashtëzakonshme, mirë po edhe briljanti i ka pasur disa ditë për me marrë veten, me mujt me kalu pak kohë me veprën cilën ka me nda me njerëzit, mirë po edhe me ekipin edhe me miq e njerëzit të tjerë cilët vetë janë këto tashmë. Po du pak me të pyet edhe ty Hana për përshtypjet e tua dhe sa i përket lokacionit pra ku do të prezantohet vepra e briljantit që është kisha Santa Maria del Pianto. E di që ju e keni përzgjedhur këtë lokacion duke menduar mirë, po tani që po e shihni gjithçka të ju afru finalizimit, si po duket? Mendoj që ka qenë zgjidhja ideale, është si hapësirë ekspozuese është shumë e veçantë, si nga ana e trashëgimisë kulturore, edhe nga ana nga vlerat e arkitekturës cilat i mban në vete, mirë po edhe një hapësirë që definitivisht është vlerë e shtuar për veprën e briljantit, edhe i ka japur një kontekst të rëndësishëm historik, është një kishë e cila është ndërtuar në shekullin 17, mirë po ka qenë mbyllur për më shumë se 50 vite, mirë po ashtu është pjesë e kompleksit të spitalit, roli saj dhe funksionaliteti ka ndruar shumë herë, ka shërbyer edhe si strehimore gjatë luftës edhe për refugjat, edhe që në këtë rast është një vlerë, një tjetër kuptimsi e cila i jepet, apo vepra e briljantit brenda asaj hapësire merr edhe një kuptim tjetër, mirë po edhe ka e sjell një atmosferë
më shpirtërore, e cila e bën gjithë veprën me veçanë duke filluar nga ndriçimi, që po ashtu luan rol shumë të rëndësishëm përveç pjesës e arkitekturës, kështu që me të vërtet ka qenë përgjigje ideale, kemi qenë shumë e fatë që kemi arritur që ta identifikojmë edhe që kemi arritur që së bashku me fondacionin i cili tashmë menaxhon hapësirën, të bëjmë një marrëveshje dhe që tjetë ajo si pik takimi për pavilionin e Kosovës. Tjetër, ne mezi po presim që të bëhet zyrtarisht hapja e pavionit të Kosovës atje dhe kështu t'i ndajmë disa pamje edhe me shikuesit ta në Ekspres. Po, Hana, duat pyes sepse ne me Briljantin, kur e kemi pasur në studio gjatë muajit shkurt, e kemi pyetur dhe na ka treguar rreth historisë, mesazhet që fshihet prapa veprës së tij, po si komisionere e pavionit Kosovës, po njëkohësisht një kuratore me përvojë tashmë, më intereson të di pak si e vlerëson ti konceptin e veprës që përfaqëson si vjetë vendin në Bienale? Vepra e adreson konceptin e pritjes, pritja si një rezultat e problematikave, mirë po edhe ndryshimeve shoqërore e politike, edhe mbi të gjitha imazhin e pritjes, si një imazh i cili tashmë është rikthyer shumë në ekranet, në pamjet tona, në eksperjencat tona, ideja dhe apo veprimi i të qenurit në radhë për të pritur, qoftë në jetën e përditshme, mirë po kryesisht ideja e pritjes si refugjat, nga luftra të shumta dhe konteksti gjeopolitik në botë, i komplikuar që është për momentin, është një tematikë që rezonon shumë me atë që çfarë po ndodh globalisht, edhe mirë po të njëjtën kohë është një tematikë e cila buron nga vetë përvoja tona, jo vetëm ajo do të thonë Briljanti, si dikush që në njëjtën kohë flet për një eksperiencë e ndajmë të gjithë, edhe sidomos për një eksperiencë apo trajektoren e një periudhë të pas luftës, edhe idejës së shpresës edhe persistencës apo vazhdimësisë dhe mundit që gjërat të bëhen më mirë, apo puna që është bërë për të ndryshuar situatën. Sidoqoftë konteksti politik i cili po na ndikon të gjithëve, në fakt po ndikon edhe zhvillimin e Bienales këtë vit, është diçka që nuk mundemi me anashkalu, edhe diçka e cila na prek drejt për drejt secilin prej nesh. Andaj mendoj që është një moment i duhur dhe moment shumë i rëndësishëm që Kosova të ketë zërin e saj për këtë që po ndodh në momentin. Kuptohet që Briljanti nuk e përfaqëson gjithë shtetin, ai mbi të gjitha e përfaqëson veten, mirë po mendoj që me sukses ka arritur që të realizojë diçka me të cilën secili prej nesh e gjejmë veten. Patjetër, po në ndërkohë, Hana, është interesante se ky edicion i 61 i Bienales së Venecias po hapet me goxha buj të madhe, shkaku i tërheqjes së anëtarëve të jurisë. Si ka ndikuar kjo nëse keni mujtë me vënë re në organizimin e ngjarjes si vjetme që është më e madhja e artit bashkohor në mbar botën, pra politika edhe një herë përplaset me botën e artit? E vërtet, edhe nuk ka vend ku është më e pritshme me ndodhë se sa në Bienale, me një format i cili i vetmi ku shtetet prezentohen, do të thonë me prezentime kombëtare të gjitha të shteteve të ndryshme përveç ekspozitës kryesore që organizon Bienalja, është një format që historikisht është drejt për drejt pasqyrim i politikave të momentit në cilat bota po kalon, edhe kuptohet që për momentin qysh edhe ceka jemi të kalu në një periudhë të krizave dhe luftrave të ndryshme, gjenocidit, kështu që kuptohet që shumë shtete janë në solidaritet, mirë po dhe shumë profesionistë të fushës, cilët janë ata që e bëjnë këtë Bienale të mundshme pa marrë parasysh në çfarë niveli janë të angazhuar. Bienalja nuk do të ekzistonte pa angazhimin e jashtëm të njerëzve të artistëve, të kuratorëve, të ndërmjetësuesve kulturor, të aktorëve të ndryshëm të ekosistemit të botës së artit, dhe
duke pasur pikpamje të ndryshme mbi atë se çfarë po ndodh, mbi faktin se ka disa që dëshirojnë që domethënë e njohin dhe pranojnë realitetin dhe politikat të ndryshme të cilat kanë kohje të ndryshme, kuptohet që është e pritshme që ka pasur edhe një clash të mendimeve, kështu që juria në një juria do të thonë këtë vit nuk do të ketë juri pasi që kanë japur tërheqje për shkak të qëndrimeve dhe principeve të tyre mbi atë se çfarë po ndodh për momentin e botë. Dhe këtë vit ceremonia e ndarjes së çmimeve, që janë disa nga çmimet më të rëndësishme në botën e artit, është angulluar. Bienalja më duket se është duke e planifikuar një ndarje alternative të çmimeve, ndoshta përmes votave të vizitorëve dhe publikut, që po ashtu është interesante. Mirë po, do të thonë juri nuk ka, mirë po fakti që nuk ekziston juria, nuk është që kanë ndikuar procesin e përgjithshëm. Gjitha paviljonet janë të organizuara pavarësisht organizatës së bienales, apo bienales institucion dhe bienalja ekspozitën kryesore të kuruar nga kuratorja Njohur Kajo, ajo do të hapet përmes punëve të kuratorëve cilët ajo i ka lënë pas vetes. Tjetër, po keqja gjithë kësaj është vetëm se nuk do të kemi mundësi ta kuptojmë sa më herët nëse Briljanti dhe Kosova kanë arrit me shpërblime ndonjëherë, pra për këtë do duhet presin deri në nëntor, apo jo? Nuk e di, me të drejtën nuk e di, pas që edhe ka ndodhur pak papritur, mendoj, edhe bienalja sigurisht e kanë zënë, pas që ka 2 ditë ose 3 ditë më duket që lajmi është bërë ndoshta pak më shumë, që juria ka njoftuar dorëheqjen. Po më duket që në momentin cilin po kalojmë, ndoshta nuk ka nevojë për çmime, ndoshta është një veprim i mirë edhe i duhur, edhe ndonjëherë çmimet edhe vlerësimet vijnë në mënyra të ndryshme, jo domosdoshmërisht përmes fjalës së personave të caktuar. Briljanti apo paviljoni i Kosovës ka pasur një interes të madh, edhe mendoj që ndoshta këtë vit është alo më mirë pasi që gjitha paviljonet do të shihen me të njëjtin sy, me të njëjtin gjykim, pa e ditur se kush ka marrë çmim. Mirë po në fund të fundit disa paviljone të cilat janë të mira, po që arrin që të prekun publikun edhe të marrin vëmendje, gjithsesi ka një diskutim rreth tyre dhe bëhet e ditur. Shumë mirë efekt të gjë. Në ndërkohë, Ana, po besoj se atje tashmë po ju shoqëron edhe kuratori meksikan, Jose Esparza Choncoy, apo jo? Po, e gjithë ekipi kemi qenë këtu tash disa javë, Briljanti dhe ekipi në Salus kanë qenë të parët në fillim, në mes të muajit prill, kurse kuratori, dizajnerët e ekspozitës dhe pjesa tjetër e ekipit, tashmë të gjithë jemi në Venecia. Po jemi drejt fundit të bisedës, Ana, për fund doa të pyes se çfarë prisni nga ky edicion i 61-të Bienales dhe ndoshta ku duhet të fokusohemi sa i përket ngjarjes si vjet. Fokusi mbaret, ka paviljone të ndryshme, mendoj që pak mbaret edhe nga interesi dhe perspektivat e njerëzve, se çfarë mund t'ju pëlqej. Disa paviljone ende pa nisur bienalja, gjithmonë kanë vëmendje dhe interes më të madh. Mendoj që ndoshta mësimi më i mirë i gjithë këtyre muajve të fundit ka qenë që diçka e papritur mundet me ndodhë në çdo moment, kështu që mas miri me shiju momentin, më mundu me ba më të mirën që me sjell mesazhin edhe idetë tona në hapësirë edhe me nda ato me publikun, edhe që ka ndodhë përtej asaj, më duket që nuk është në dorën tonë, po shpresoj që vizitorët kam ju pëlqy dhe kanë me mujt me gjetë perspektiva tyre në veprën e Briljantit. Mendoj që është një vepër monumentale dhe mezi po pres me pa reagimet e njerëzve. Patjetër, ndërkëtë sa i përket rëndësisë. Për shkak se kemi edhe shumë njerëz nga Kosova që kanë me ardhur, që është me të vërtetë kënaqësi pas që si në edicionin e kaluar si këtë edicion, për shkak të liberalizimit të vizave, po e shohim edhe rezultatet e mundësisë së lirisë së lëvizjes, edhe mundësisë së shumë familjar e me mujt me ardhme për kra paviljonin prej afër. Kështu që ajo është edhe pjesa më e këndshme, me mujt me nda këtë moment e hapjes, me njerëz si nga institucionet, si nga familja, edhe nga komuniteti artistik. Do t'jenë ditë feste këto atje në Venecia, nga komuniteti shqiptar.
Hana, nuk më ka betë gjë tjetër, sepse ti vetë se e ke shpjegu pak më herët edhe rëndësinë sa i përket pjesëmarrjes së pavionit të Kosovës në këtë ngjarje të përveçme, të rëndësishme sa i përket të botës së artit bashkohor. Mua nuk më betë gjë tjetër vetë se me ju uru për punën e mrekullueshme dhe shumë profesionale që ju gjithmonë e bëni, me ju uru po ashtu shumë suksese dhe ta shijoni çdo moment. Faleminderit shumë. Faleminderit që gjithmonë na ndjekni dhe na jepni hapësirë. Me ndo punën edhe me ndo informatat me shumë prej atyre që ndoshta s'kam me qenë këto. Këto ditë do t'jemi bashkë me ju, kështu që do të mundohemi në maksimum t'ju sjellim disa sekuenca nga ngjarja shikuesve tanë. Faleminderit, Hana. Faleminderit juve.